إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja e veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që ai e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit. E në vijim vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin në librin Vlerat e Islamit të Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabit, Allahu më shëroft, me komentimin e Sheikh Salih Al Fauzanit, Allahu e ruaj. Sot do të marrim një temë të re në këtë libër, dhe kjo temë është tema e obligueshmërisë së hyrjes në Islam tërësisht dhe lënia dhe braktisja e çdo feje apo besimi tjetër përveç Islamit. Pra në këtë temë Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, sjell argumentet të cilat urdhërojnë që njeriu të futet tërësisht në fenë islame, ta pranojë atë të gjithën dhe të braktisë çdo gjë tjetër prej besimeve që e kundërshtojnë këtë fe. Kështu thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, thot tema e obligueshmërisë së hyrjes në Islam tërësisht dhe lënia e çdo gjëje tjetër pra prej besimeve përveç Islamit. Dhe fjala e Allahut të lartësuar, ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O ju cilët keni besuar, futuni në fe tërësisht, plotësisht. Këto Sheikh Salih Al Fauzan, Allahu ruajt, komenton dhe thot, pra tema e hyrjes në Islam plotësisht, që do thot që njeriu duhet ta pranojë fenë islame tërësisht atë ashtu sikur se ka ardhur. Prandaj që ai nuk duhet që të marrë një pjesë të fesë islame, të pranojë një pjesë të fesë islame dhe ta braktisë dhe ta lërë pjesën tjetër. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot, ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O ju cilët keni besuar, futuni në fenë islame plotësisht. Do me thënë, në fenë islame, thot shehu, pranojni që të gjithë atë dhe mos merrni një pjesë të saj dhe ta lini një pjesë tjetër. Dhe ai I cili e bën një gjë të tillë, atëherë ai është mohues I fesë islame. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka thënë në librin e tij, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Ata të cilët, me të vërtetë ata të cilët e mohuan Allahun dhe të dërguarit e Tij, dëshirojnë që të bëjnë dallim midis Allahut dhe të dërguarve të Tij, dhe thonë, ne besojmë në disa prej tyre dhe mohojmë disa të tjerë, dhe dëshirojnë që të ndjekin një rrugë të mesme në këtë gjë. Të tillët janë mosbesimtarët e vërtetë. Pra, ai I cili beson në disa prej të dërguarve, apo në disa prej librave, dhe nuk I beson të gjithë librat apo të gjithë të dërguarit, apo beson në një pjesë të Islamit dhe mohon një pjesë të tij, atëherë
ai i ka mohuar që të gjithë ato. Pra kush mohon një pejgamber ka mohuar të gjithë pejgamberët. Apo kush mohon një libër, ai ka mohuar që të gjithë librat. Prandaj që muslimani apo njeriu duhet i besojë që të gjithë ato dhe nuk duhet bëj dallim. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawma al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adhab wama Allahu bighafilin amma ta'malun." Valla besoni në një pjesë të librit dhe mohoni një pjesë të tij, cili është shpërblimi i atij që e bën një gjë të tillë për jush, përveç se turprim, poshtrim në jetën e kësaj bote, ndërsa në ditën e Kiametit do të kthehen tek dënimi më i rënd. Dhe Allahu nuk është i shkujdesur ndaj asaj që ju veproni. Pra obligohet për muslimanin që ta pranoj fenë islame të gjithën atë. Dhe të veproj prej fesë islame aq sa ka mundësi. Mirë po duhet ta besoj atë gjithën. Prandaj, nëse dikush pra beson një pjesë të fesë islame dhe mohon pjesën tjetër, atëherë kjo gjë nuk lejohet dhe nuk mjafton. Apo merr një pjesë të islamit, atë pjesë që i përshtatet tekave dhe dëshirave të tij, dhe atë pjesë që ajo pjesë e islamit që e kundërshton epshin apo tekat e tij, ai e braktis atë dhe nuk e pranon. Atëherë edhe kjo po ashtu thot shehu nuk lejohet dhe nuk mjafton. Prandaj që obligohet që islami të pranohet i gjithi dhe të besohet i gjithi. Fjala Allahut të lartësuar ku thot ja ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafa. O ju të cilët keni besuar, futuni në fe plotësisht. Kafa plotësisht do të thot që njeriu pra ta pranoj gjithë islamin. Dhe jo të mori një pjesë dhe ta lërë një pjesë tjetër sipas tekave dhe dëshirave veta. Apo të mori atë pjesë që e kënaq atë. Islami është një e vetme dhe është e pandashme. Prandaj nuk mund të coptohet edhe të merret sipas dëshirave. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allahu më shëroft, dhe fjala e Allahut të lartësuar: "Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik." A nuk e ke parë ato të cilët pretendojnë se besojnë në atë që të është zbritur ty dhe në atë që është zbritur para teje. Thot Sheikh Salih Al Fawzan Allahu ruaj, prej hyrjes në fesë islame plotësisht është edhe gjykimi me shariatin e tij, apo të gjykuarit, kërkimi i gjykimit tek shariati i Allahut. Dhe kjo është prej çështjeve të islamit, pra që njeriu të kërkojë të gjykohet me shariat. Prandaj një njeri i cili pretendon se është musliman, mirë po ai e menjanon totalisht shariatin nga gjykimi, si dhe e zëvendëson këtë shariat e zëvendëson me ligje të njerëzve. Atëherë një njeri i tillë thotë shehu nuk është musliman, sepse ai e ka hequr totalisht ligjin e Allahut dhe ka vendosur vend të tij ligjet njerëzve dhe me atë gjykon njerëzit e vet. Pra ai nuk është musliman. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Alam tara ila alladhina yaz'umun." A nuk e ke parë ato të cilët pretendojnë. Pra këtu ka thënë pretendojnë, dhe pretendimi është fjala më e rrejshme. Pra kjo tregon se pretendimi i tyre nuk është i saktë. Yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Thot pretendojnë se besojnë atë që të është zbritur ty dhe në atë që është zbritur para teje, si dhe dëshirojnë që të gjykohen tek taguti. Pra dëshirojnë që të gjykohen tek çdo ligj tjetër përveç shariatit.
Ndërkohë që ata janë urdhëruar që ta mohojnë tagutin. Dhe shejtani dëshiron që ti humb ato, ti çojë në humbje shumë të largët. Pra duhet patjetër që njeriu të gjykojë me atë që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa ai i cili e menjanon dhe e largon shariatin, pra atë që Allahu subhanahu wa taala ka zbritur për njerëzit dhe në vend të tij vendos ligjet njerëzve, atëherë ai nuk është musliman, edhe nëse ai pretendon se është musliman. Dhe këtë e shohim në Kur'an. Thot alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut. A nuk i ke parë ata të cilët pretendojnë se kanë besuar në atë që të është zbritur ty dhe në atë që është zbritur para teje, ata dëshirojnë që të gjykohen tek taguti. Pra thot yuriduna, dëshirojnë, dhe fjala që thot dëshirojnë tregon për niyetin natyrën në zemër, thot shehu. Atëherë nëse është çështja kur dikush dëshiron që të gjykohet me ligj tjetër veç ligjit të Allahut dhe konsiderohet mosbesimtar, vallë si është çështja, thot nëse ai e zbaton. Pra vetëm dëshira që i ka në zemër është kufër. Si qëndron çështja me atë që do me zbatu, në praktik kjo është akoma më rënd, thot shehu. Pastaj thot autori Sheh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, dhe fjala e Allahut të lartësuar, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Me të vërtetë ata të cilët përçan fenë e tyre dhe u ndan në grupacione, ti nuk ke lidhje me ta. Pra ti s'ke lidhje me ta fare. Ndaj shehu thotu, duke shpjegu, në këtë ajet ka ndalesë nga përçarja në fe. Pra ky ajet është argument që nuk lejohet që njerëzit të përçaren në fe. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Me të vërtetë ata të cilët përçan fenë e tyre dhe u ndan në grupacione. Domethënë u ndan në xhamate dhe grupe. Dhe kjo është qortim dhe paralajmërim nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj që muslimanët do të jenë një xhamat i vetëm, një grup i vetëm dhe një grupacion i vetëm. Ata janë grupi i Allahut dhe ushtarët e tij. Prandaj që ato nuk duhet të ndahen në grupacione dhe xhamate. Dhe çdo kush pastaj të thrasi në grupacionin dhe xhamatin e tij. Dhe t'i konsiderojë të devijuar dhe të humbur të tjerët përveç tij apo grupit tij, apo edhe t'i nënshmoj pastaj të tjerët që nuk pajtohen me të. Pra një gjë e tillë nuk lejohet që të ndodhi në mesin e muslimanëve. Dhe kjo nëse ndodh është prej çështjeve të ignorancës. Është prej çështjeve të ignorancës. Pra muslimanët janë një dorë vetme, një xhamat dhe një grup i vetëm. Edhe nëse ato ndodh që të kenë mos pajtime me njëri tjetrin, atëherë kthejnë çështjen tek libri i Allahut dhe tek suneti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Sepse Allahu azza wa jall thot në librin e tij, fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khair wa ahsanu ta'wila. Dhe nëse grindeni apo nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë kthejeni atë tek Allahu dhe i dërguari i tij, nëse jeni që e besoni Allahun dhe ditën e fundit. Dhe kjo është më e mirë dhe ka përfundimin më të mirë. Dhalika khairun, kjo është më e mirë, wa ahsanu ta'wila, dhe përfundimin e ka më të mirë. Pra, ajo që është obligim për muslimanët është që të jenë një xhamat i vetëm dhe një grup i vetëm. Dhe nëse kanë grindje me njëri tjetrin, atëherë kërkojnë që ta zgjidhin atë dhe të gjykohen tek libri i Allahut dhe tek suneti i të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo të thotë që qëndrojmë kështu siç jemi, edhe të mos kthehemi nga ajo që jemi. Çdo kush të ri në atë mendimin e vet. Nuk lejohet të thuhet kështu, apo që të veprohet në këtë mënyrë, sepse këto janë prej çështjeve të
ignorancës. Pra nuk kanë lidhje me fenë islame. Ndërsa aty ku thotë lesta minhum fi shay, nuk ke lidhje fare me ta. Kjo është distancim. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala e distancon të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam nga ata të cilët e përçan fenë e tyre dhe u ndan në grupacione. Pra që u ndan në xhamate të ndryshme. Pasi muslimanët janë një xhamat i vetëm dhe nuk lejohet ndarje në grupe dhe as përçarja. Nuk ka dyshim se grindjet, mosmarrveshjet, mospajtimet mes tyre do të ndodhin. Mirë po ato mbyllen edhe u jepet fund duke kërkuar gjykimin për ato çështje tek libri i Allahut dhe tek suneti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj që ai që ka të drejtë, neve mbajmë krahun e tij dhe shkojmë atë. Ndërsa ai që e ka gabim, ai do të kthehet nga gabimi i tij dhe nuk duhet bëhet fanatik pas mendimit vet apo pas grupit vet apo xhamatit të tij. Pra, kjo është mënyra se si zgjidhen çështjet në Islam. Kjo është çështja e muslimanëve që duhet veprojnë. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhuma në fjalën e Allahut të lartësuar, yawma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Në atë ditë disa fytyra, pra në ditën e Kiametit, disa fytyra do të zbardhen dhe disa fytyra do të nxihen. Në komentime e këtij ajeti ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, disa fytyra do të zbardhen, ata janë fytyrat e ehli sunnetit dhe xhamatit dhe të bashkimit. Ndërsa fytyrat që do të nxihen janë fytyrat e njerëzve të bidatit dhe të përçarjes. Thot Sheikh Saleh El-Fawzan, Allahu rujt, duke komentuar këtë, që ky ajet që është përmendur këtu vjen mbas këtyre ajeteve që do të lexojmë tani. Ja ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. O ju të cilët keni besuar, nëse ju i bindeni një grupi prej atyre të cilëve është dhënë libri, pra xifutët dhe të krishterët, ata do t'ju kthejnë pas besimit tuaj në mosbesimtar. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluh. Vallë si të mohoni, ndërkohë që juve ju lexohen ajetet, argumentet e Allahut dhe në mesin tuaj është i dërguari i tij. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dhe ai që kapet për Allahun apo i mbështetet Allahut, ai është udhëzuar në rrugën e drejtë. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. O ju të cilët keni besuar, friksojeni Allahut me frikë të vërtetë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman dhe kapuni që të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pastaj ka thënë, dhe kapuni që të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Dhe litari i Allahut është Kurani, është feja islame, është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dhe mos u përçani. Pra mos u përçani në xhamate dhe në grupacione. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala na ka ndaluar neve që të përçahemi dhe të ndahemi në grupe. Pastaj çfarë thot? Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Thot, përkujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush kur ju ishit armiq me njëri tjetrin dhe ai bashkoi zemrat tuaja dhe ju kështu bët me mirësinë e Allahut vëllezër dhe ishit në buzë të greminës të zjarrit dhe ai ju shpëtoi juve prej saj. Kështu ju asqaron Allahu juve argumentet e tij në mënyrë që ju të udhëzoheni.
Pastaj thot wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dhe le të jetë një grup prej jush, të cilët thrasin për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Të cilët thrasin për mirë, urdhërojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja, dhe të tillët janë të shpëtuarit. Dhe mos u bëni si ata të cilët u përçan, pra u ndan në grupe. Pra Allahu Azza wa Jall ka ndaluar që të përçahemi dhe të ndahemi në grupe në ajetet e para. Pastaj tha, kapuni që të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pastaj ka ndaluar që të përngjasojmë me popujt e mëparshëm, siç ishin xifutët dhe të krishterët, të cilët e përçan fenë e tyre. Pra u përçan fenë që kishin. Dhe tha wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Dhe mos u bëni se ata të cilët u përçan, pra u ndan në grupe dhe u përçan pasi që u erdhën atyre argumentet e qarta. Ikhtalafu wa tafarraqu. Patën mos pajtime me njëri tjetrin dhe u përçan me njëri tjetrin. Ndërkohë që në mesin e tyre ishte ligji i Allahut, shpallja që u kishte zbrit atyre. Walam yatahakamu ilayhi, dhe ata nuk shkuan që të gjykohen me ligjin që kishin prezant, me shpalljen që i kishte zbritur pejgamberit e tyre. Përkundrazi, çdo njeri prej tyre u bë fanatik i grupit vet edhe i mendjes vet. Wa ulaika lahum adhabun adhim, dhe të tillët kanë dënim shumë të madh, thot Allahu Azza wa Jall. Pra ata të cilët u përçan dhe patën mos pajtime dhe e lan atë që e kishte zbrit Allahu, pra shpalljen, ligjin e Allahut, dhe nuk u kthyen që t'i japin fund mos pajtimeve të tyre tek libri i Allahut dhe tek suneti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Përkundrazi, çdo njeri prej tyre ju përmbajt dhe qëndrojnë me dhëbin e vet dhe në rrugën e vet, dhe e lan librin e Allahut që e kishte zbrit Allahu që të gjykohen me të, dhe u mjaftuan me metodologjinë, me dhëbet dhe fjalët e veta. Dhe thot Allahu wa ulaika lahum adhabun adhim yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dhe tillët do të kenë dënim shumë të madh, atë ditë ka fytyra të cilat do të zbardhen dhe disa fytyra do të nxihen. Pra të gjitha këta ajete janë përmend, derisa në fund fare përmend ajetin që thot në atë ditë do të ketë fytyra që zbardhen dhe fytyra që do nxihen. Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, do të zbardhen fytyrat e njerëzve të sunetit dhe xhamatit dhe do të nxihen fytyrat e njerëzve të përçarjes dhe të mospajtimeve. Pra kjo është përfundimi i tyre në ditën e Kiametit. Prandaj që ata të cilët qëndruan në përçarjen e tyre dhe u bën fanatik mbas mendimeve të tyre, do të nxihen fytyrat ditën e Kiametit. Ndërsa ata të cilët u bashkuan tek e vërteta dhe i mbyllën mospajtimet që kishin me njëri tjetrin dhe grindet që kishin me njëri tjetrin me argument nga ligji i Allahut, të tillët do të zbardhen fytyrat ditën e Kiametit. Përmendim edhe një ather, dhe me këtë e mbyllim, dhe një hadith, thot Sheh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah më shëroft, ndërsa nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma transmetohet se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadhwa an-na'l bin-na'l, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. ذا حديثي بلو ثوت وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. كترسمتور Tirmidhiu. Thot pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i ndodhi këtij umeti
ajo gjë që i ka ndodhur bijve të Israilit hap pas hapi. Hap pas hapi, ose siç janë sandalet që shkojnë njëra mbas tjetrës. Siç përputhen sandalet me njëra tjetrën që shkojnë njëra pas tjetrës kur njeriu ecën me to, e njëjta gjë do t'i ndodhi këtij umeti, ashtu sikur si ka ndodhur thot edhe bijve të Israilit, sikur se shkojnë sandalet njëra pas tjetrës. Madje thot, nëse do të ketë prej popujve të mëparshme që do të bëj marrëdhënie intime haptazi me nënën e tij, atëherë edhe në këtë umet do të ndodhi që dikush do ta bëj një gjë të tillë me nënën e tij. Pra kjo për shkak se do t'i pasojnë ata verbrisht. Dhe më të vërtet, bijtë e Israilit u përçan në 72 grupe. Dhe hadithi i plot thot është, ndërsa umeti im do të përçahet në 73 grupe, që të gjithë do të jenë zjarr përveç një grupi. Sahabët e pyetën dhe i thanë, cili është ai grup i shpëtuar i dërguari i Allahut? Ai tha, ma ana alayhi wa ashabi. Pra rruga, besimi që në cilin jam unë dhe shokët e tij. Rruga në cilin jam unë dhe shokët e mi, thot. Dhe këtë hadith e ka transmetuar Tirmidhiu, Allahu më shëroft. Këtu Sheikh Salih Al-Fuzan thot se ky hadith është paralajmërim për atë gjë që do të ndodhi në fundin e kohës. Është paralajmërim për atë gjë që do të ndodhi në fundin e kohës dhe paralajmërim për këtë umet. Dhe kjo është nga kujdesi që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij dhe dëmshuria që kishte ai për këtë umet. Sepse ai i njoftoi ata për një gjë që do të ndodhi. Dhe pastaj i sqaroi dhe rrugën e shpëtimit nga kjo gjë që do të ndodhi. Prandaj që bijtë e Israilit u përçan, u ndanë në grupe dhe patën mos pajtime, u grindën me njëri tjetrin. Prandaj thot wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayinat. Dhe mos u bëni si ata të cilët u përçan dhe u grindën pra me njëri tjetrin pas që u erdhën atyre argumentet qarta. Pra kjo ka ndodhur tek Ben Israilet. Edhe duke qenë si një gjë e tillë ka ndodhur tek Ben Israilet, pa dyshim që do të ndodhi edhe në këtë umet tek ata persona normalisht që do t'i pasojnë verbrisht ata. Dhe një gjë e tillë do të ndodhi me ata persona që do t'i pasojnë verbrisht ata. Dhe vërtet ka ndodhur një gjë e tillë, thot shehu. Mirë po, nëse ndodh, çfarë obligohet? Kur ndodh një gjë e tillë, obligohet për muslimanin që të mos bëhet fanatik. Por se të kujdeset që të kapet mbas argumentit, të pasojë librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të shpëtojë nga kjo fitne dhe nga kjo e keqe dhe nga këto kundërshtime dhe mos pajtime. Pra, kjo që përmendet në hadith është lajm, njoftim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por se në të njëjtën kohë nënkupton paralajmërim. Dhe kjo është prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai ka njoftuar se do të gjendet, pra do të ketë njerëz të cilët do të përngjasojnë me xifutët dhe të krishterët edhe në gjërat më të pavlefshme, edhe në gjërat më të shumtuara dhe më të rënda. Pra do të ketë prej atyre që do të përngjasojmë ata. Madje edhe nëse tek xifutët dhe të krishterët do të ketë njerëz të cilët do të shkojnë kontaktojnë me nënën e tyre, atëherë do të gjendet pra një i tillë edhe në umetin ton. Kjo për shkak se do t'i pasojnë ata verbrisht. Sepse çdo gjë që veprojnë xifutët dhe të krishterët sot tek shumica e njerëzve konsiderohen për sosmëri dhe civilizim. Pra, edhe nëse një gjë e tillë është prej veprave më të shumtuara dhe prej veprave më të rënda. Pasi imoraliteti, thot shehu, në përgjithësi është vepër shumë e shumtuar dhe rrugë e keqe.
Mirë po imoraliteti me nënën tënde është lloji më i shumtuar i moralitetit. Është lloji më i shumtuar i moralitetit. Dhe nëse një gjë të tillë do ta bëjnë mosbesimtarët, atëherë tek disa prej njerëzve kjo do të shihet si diçka e bukur dhe e mirë. Allahu na ruaj. Ndërsa në një hadith tjetër thot, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Thot madje edhe nëse ato futen në vrimin e hardhucës, ju do të futeni në të. Pra do të futeni duke i ndjekë dhe duke vepruar çdo gjë që e veprojnë ata. Dhe në këtë ka paralajmërim që njeriu të mos përngjasoj me xifutët dhe të krishterët. Dhe se kjo gjë është rrezik shumë i madh për muslimanët. Pastaj thot, dhe se bijtë e Israilit u përçanë në 72 grupe, ndërsa ummeti im do të shpërçahet në 73 grupe, që të gjithë do të jenë zjarr përveç njërit. Ata i thanë, cili është ai grupi i shpëtuar i dërguari i Allahut? Ai tha, ata cilët do të jekin në rrugën në cilën jam unë dhe shokët e mi. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar se në këtë umet do të ketë njerëz që do të përngjasojnë me xifutët dhe me të krishterët. Dhe se xifutët dhe të krishterët janë përçarë dhe janë ndarë në grupe. Xifutët janë ndarë në 71 grupe, ndërsa të krishterët janë ndarë në 72 grupe. Ndërsa umeti i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të ndahet në 73 grupe, edhe kjo do të ndodh për shkak të pasimit të verbër që do të bëjnë ata ndaj xifutëve dhe të krishterëve. Mirë po që të gjithë do të jenë zjarr përveç një grupi. Dhe ai grup është pikërisht ai grupi i cili do të mbesi dhe do të qëndrojë dhe do të ndjek rrugën në cilën ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Prandaj që nuk ka shpëtim nga zjarri i xhehenemit përveç se duke ndjekur librin e Allahut, sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e të parëve tanë mirë selefus salih. Dhe ai i cili nuk është i tillë, atëherë ai do të përfundojë në zjarrin e xhehenemit, ose për shkak të kufrit të tij, për shkak të mohimit të tij, ose për shkak të devijimit të tij. Pasi gjitha këto grupe, 73 grupe thot shehu, nuk është se gjitha këto grupe janë mosbesimtar, por se disa prej tyre janë që kanë dalë prej fesë, janë mosbesimtar, ndërsa disa të tjerë janë të devijuar dhe nuk konsiderohen mosbesimtar. Mirë po që të gjithë këto grupe janë të kërcënuar me zjarr, pra siç e tham për shkak ose të kufrit të tyre, ose për shkak të devijimit të tyre. Edhe pikërisht zgjidhja që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mospajtimeve dhe përçarjeve që ndodhin është kthimi tek libri i Allahut dhe tek suneti të dërguarit të tij dhe ndjekja e rrugës së sahabëve. Mirë po gjithë problemi pikërisht këtu qëndron. Se gjithë grupacionet pretendojnë se ndjekin librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur vjen çështja në praktik, ndodh një mosmarrveshje dhe shkojnë për të gjykuar tek libri i Allahut, ndryshe e kupton një grup, ndryshe e kupton një grup tjetër, dhe nuk arrin të pajtohen dhe të bashkohen tek e vërteta, përveç atij që Allahu ja hap zemrën, ja do të mirën. Përveç ai që ndjek argumentin dhe nuk bëhet fanatik i askujt, por se bëhet fanatik në kuptimin e mirë vetëm i të vërtetës dhe i argumentit. Lusë Allahun subhanahu wa ta'ala të na japi kuptim të fesë, ndjekje të vërtetës dhe kur na bëhet e qartë e vërteta mos bëhemi fanatik, por se ta ndjekim atë. Me kaq mjaftohemi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.